Në stadiumin e qytetit të Gostivarit, skuadra e Arsimit nuk e shfrytëzoi rastin historik që nga dita e sotme të siguron kualifikim në ligën e parë, me që ndeshja me Makedonia Gjorgje Petrov përfundoi me barazim pa gola 0-0, edhe pse vendasit gjatë 90 minutave kishin iniciativë dhe krijuan disa raste që nuk u realizuan dhe në fund u desht që të kënaqen vetëm me 1 pikë. Në tribunat e stadiumit për të përkrahur ekipin e tyre ishin të pranishëm mbi 1500 tifoz, të cilët pritnin që Arsimi të shënon fitore historike për të siguruar kualifikim në ligën e parë, por ja që nuk ja doli, edhe pse gjasat janë të mëdha që në ndeshjen e fundit kundër Detonit Plaçkovica të realizoi ëndrrën 52 vjeçare për të luajtur në elitën e futbollit vendor. Bashkimi Kumanovës në atmosferë impozante që krijuan tifozët vendas me përmbysje në pjesën e dytë mundën Detonit Plaçkovica me rezultatin 3-2. Autor të golave për vendasit ishin Husein Demiri, Alban Mehmeti dhe Christian Mitrevski. Bashkimi me një ndeshje më pak mban pozitën e tretë me 60 pikë, ndërsa ndeshja dhe fitoria kundër Kozhufit akoma nuk është e regjistruar nga organet përkatëse të FFM-s. Rezultatet e javës së 29, Arsimi Makedonia Gjorgje Petrov 0-0, Bashkimi Detonit Plaçkovica 3-2, Bellasica Boreci 1-1, Kamenica Sasa Osogova 1-0, Novaci Skopje 4-0, Ohri Bregalnica 0-1, Pobeda Kozhufi 1-2 dhe Vardarski Vardari 0-3. Tabelën kryeson Makedonia Gjorgje Petrov me 64 pikë, e ndjekur nga Arsimi me 62 pikë, Bashkimi 60 pikë dhe me një ndeshje më pak.